Ndërsa ferma VIP rikthehet këtë të premte, vëmendja nuk përqendrohet vetëm tek garuesit brenda fermës, por edhe te paneli i opinionistëve jashtë saj. Pikërisht aty pritet të ketë më shumë interes, pasi në të njëjtin rol do të jenë Angel Shkira dhe Armina Mevlani, një dyshe me një histori të mëparshme jo fort të qetë. Për të kuptuar pritshmëritë rreth tyre, duhet rikujtuar e kaluara. Gjatë kohës kur Angel ishte ndër figurat më të spikatura të Big Brother VIP Albania 1, Armina, në emisionin Goca dhe Gra, u shpreh hapur se loja e saj nuk i pëlqente dhe mbështeste një tjetër konkurrent. Më pas, kur Angel u ftua në të njëjtin program pas përfundimit të eksperiencës së saj, mungesa e Arminës në panel u vure. Megjithatë, Angel reagoi me një koment ironik, duke lënë të kuptohej se e kishte marrë personale kritikën e mëhershme. Në vijim, Armina sqaroi se qëndrimi i saj kishte thjesht një opinion si shikuese dhe se mes tyre nuk kishte pasur ndonjë miqësi të afërt. Ajo theksoi gjithashtu se nuk mbante asnjë pakënaqësi personale. Tani, të dyja do të jenë në të njëjtin panel si opinioniste të ferma VIP 3. Mbetet për të parë nëse bashkëpunimi i tyre do të jetë i qetë apo do të rikthehen tensionet e së kaluarës.